Ai I cili mëson dikë që të bëj vrasje ose të bëj vjedhje, është bashkëpunëtor, po është edhe bashkëfajtor në krimin që bën tjetri. Po kështu e njëjta gjë edhe kur mundohesh ose me dashje ose pa dashje bëhesh shkak që të përhapen gjunafet dhe të përhapet e keqja, subhanallahu. Jemi bashkëfajtor dhe jemi bashkëpunëtor me ata të cilët ndikohen nga e keqja që përhapim ne me dashje ose pa dashje. Prandaj duhet kemi parasysh o vëllezër nderuar, pasha Allahu, shembujt e mirë edhe shembujt e bukur midis nesh janë aq shumë sa që kemi neve nevojë që të flasim, edhe aq shumë ka sa që nuk na del koha t'i themi nëpër tavolinat tona. E t'i tregojmë edhe t'i nxisim njerëzit për mirë, e t'i hapet zemra njerëzve me bë mirë, e me marrë shembullin e mirë, se sa rrimë të tregojmë shembujt e këqij Zoti na rrit që pa dashje nganjëherë mund t'i bëhemi sprov pra njerëzve me ato që themi. Ky lloj modeli që e bën të keqen, po edhe e përhap atë me vetdije dhe përhap atë me kokëforci, e ka zanafillën e vet. Që me iblisin lanetullahi alej, kur Allahu xhaleshanuhu I tha mallkimi im tha qof mbi ty. Qa I takote iblisit me thonë, o Allah më falë, o Zot më falë, kthehem Allah, jo nuk tha kështu, qale fe bi izzetike la ugwiyannahum ajma'in, pasha krenarin tate, të gjithë ka për t'i çunë humbje, në vend se me umor me veten e vet, me kërku falje, me u kthy Allahu, tha, për inat, me që ti mallkove mua Zot edhe vetëm se ti më përzure mu nga mëshira jote Allah, unë do të çoj sa të mundem në humbje, do t'i humb nga rruga jote, do t'i çoj pra në devijim, subhanallahu.